Konflikt për pronësinë rreth 11.5 dylum tokë në Levan të Fierit është kthyer në një kalvar 12 vjeçar, vuajtjesh në dyert e gjykatave dhe të prokurorisë, që prej vitit 2013 është kallëzuar në prokurorinë e rrethit gjyqësor Fier, vjedhja e tokës bujqësore e përfituar nga ligji 7501. Toka e përfituar sipas normës për frymë për 5 anëtarët e familjes i ka kaluar padrejtësisht një personi tjetër. Po ashtu janë zhdukur edhe dokumentet origjinal përfshirë aktin e marrjes së tokës në pronësi. Si e mendon zgjidhjen në këto kushte? Unë dëgjoj si e mendon zgjidhjen. Shteti duhet i vend këtu t'i thërras kësaja. T'i thërras kësaja dhe t'i zgjidh këto probleme. Nuk zgjidhen probleme as me raj, as me pushtë, as me gjek. Të dhemjore si të parët që kanë qenë të butë, kanë qenë njerëz të mirë. Se të merremi ne me korrupsione, me gjëra, se në këtë mes është korrupsion. Kush e bën korrupsion? Kush e bën shteti, se bëjmë ne. Ne jemi të vashur. Ne nuk zgjidhim ndonjë problem të vogël, jo këtë të tokën. Kemi thënë shumë gazetarëve si juve, po të falenderoj shumë që vendi të na jetë për këtë problem. Televizionin Apollon. Pas bashkëshortes, rasti po zvarritet prej vitesh në mënyrë të qëllimshme nga gjykatat, të cilat sipas saj nuk janë marrë ende një vendim përfundimtar. Jemi të lodhur nga ky proces i pafund, kërkojmë vetëm drejtësi dhe të mos endemin më në përgjykata për tokën tonë, është shprehur ajo për televizionin Apollon. Shteti duhet të ndërhyjë me forcën e ligjit për të dhënë zgjidhje problemeve të pronësisë, si domosdoshmëri për të shmangur konfliktet dhe jo që të mbetet gjithçka në dorë të pushkës, kanë shtuar më tej familjarët. Për çështjen e tokës babait kanë bërë shumë procese gjyqësore. Edhe në apel kanë bërë. Bashkë me avokatin që zgjodha unë, në apel ajo zonja apelit i ka thënë avokati tim si jemi në perëndim këtu ullu dhe e ka ullu, nuk e ka lënë dhe atë të flasë, jo mua, jo. Kërkova të plisme, nuk më la. Kam vajtu në Ministrinë e Drejtësisë, atje dhe ja kam trajtuar problemin, më ka thënë, ke vajtur në apelta, po mos kishe vajtur në apelta, do vepronim ndryshe. Me ato cof letra, që i pa dhe vetë, ato letra falsifikuar, a i kishë falsifikuar, një dajua i këtyre që ka qenë krye plak këtu, ramet pas e ka. Pretendon ti që janë falsifikuar? Po, ore, ajo ja bën të mu. Ajo ja bën të mu, unë i kam letra aty. Kam qenë 13 që po merre me gjyqe, nuk po gjej asnjë lloj zgjidhje. Bëra administrative në Vlorë, tani jam përsëri në gjykatën administrative në Lushnjë dhe ka mbajtur 13 herë. 13 herë në Lushnjë. 13 gjyqe që janë bërë në Lushnjë nga 2 minuta, as 1 minutë gjyqe. Personat kundërshtar janë paraqitur vetëm 2 herë, nga 13 2 herë. Një herë ka ardhur një person, herën tjetër personi tjetër. Zgjidhje nuk po gjej.